Mirë se erdhët të gjithë ju të Shenjës së Peshqive. Në Letra të Rrëfejnë, jam Diana, do bëj leximin e juaj të radhës. Po dhe kësaj radhe kam vendosur me pyetjen çfarë po vjen apo çfarë na pret në këto ditë të ardhshme apo javën e ardhshme. Letra numër 1 është 5 të kupës, ndryshe apo skills që quhet këtu. Këtu po vjen është një ndjesi humbje ose zhgënjimi të dashur peshqi. Çfarë mund të jetë? Mund të jetë një situatë që nuk shkoi siç prisje, një person që të ka lënë me pikpyetje, ose një ndjenjë mbëshllëku që nuk po kalon lehtë. Mund të jetë që po mendoni për diçka që nuk funksionoi, ndjeni sikur keni humbur kohë apo energji në atë person apo në atë situatë. Ose një ndjesi që diçka nuk është mbyllur siç duhet apo nuk është e qartë. Kjo është përballje me realitetin dhe asesi nuk është fundi i kësaj rruge të dashur peshqi. Letra numër 2. Ku duhet të keni kujdes? Është qartë një mbrojtje. Mund të jesh duke justifikuar vazhdimisht, duke mbrojtur nga dikush ose nga një situatë peshqi, ose duke u lodhur, duke mbajtur një pozicion, ta them kështu, ose duke mbrojtur por edhe me një farë mënyrë arsyetime dhe nuk ka qenë kështu sikur apo një ndjenjë nevoje për të arsyetuar. Kujdes të dashur peshqi, kjo nuk është normale të luftosh vazhdimisht për të njëjtën gjë. Letra e 3, mundësia që po vjen, është vajza e thikave, në quhet ndryshe. Një qartësi absolutisht është po vjen dhe paksa sikur e papritur, një vërtet që del në sipërfaqe, ose një vendim që e merr pa e zgjatur. Shembuj që mund të jap nga kjo mund të jenë e sheh një situatë pa emocione ashtu siç është, vendos të mos pranosh më gjëra që nuk të shkojnë, nuk të duhen, ose thua diçka që e ke mbajtur brenda prej kohësh. Kjo është prerje qartë, jo gjysmë vendime. Dhe letra numër 4 është Hermit, konkretisht të bën një mesazh shumë i qartë që të bën të tërhiqesh pakës, të reflektosh, të mos marrësh vendime me nxitim dhe të kuptosh çfarë do realisht. Shembull konkret që mund të jap është merr distancë nga kjo situatë apo nga ky person, mos u përfshi në drama, jepi vetes kohë për të menduar qartë, për të gjetur çfarë duhet jetë, jo çdo gjë zgjidhet duke reaguar menjëherë. Këshilla finale apo letra finale është Oracle, çdo person që largohet merr me vete diçka që nuk të duhet më. Një largim që mund të ketë prekur, por që në thelb është pastrim për ju të dashur peshqi, dhe që po të hap hapësirë për diçka tjetër. Mos u kap pas atyre që po largohen, apo kur them për atyre e mendoj persona, por mund të jetë dhe një situatë, nuk do të thotë patjetër, do thotë mos rrit të qëndrosh në një vend ku nuk të ka dhënë asgjë. Pra, këto ditë janë për të parë të vërtetën në sy, pa zbukurime dhe pa iluzione peshqi. Çfarë nuk funksionoi, ku po lodhesh akot dhe çfarë duhet të presësh një herë mirë. Jo çdo humbje është dështim të dashur. Ndonjëherë dhe kësaj radhe për ju është sqarim. Me një farë mënyrë po ja jep mundësinë të mbyllni një derë që të hapni një tjetër. Tani është në dorën e juaj, jo çdo gjë pra, apo jo çdo humbje është dështim. Në fakt, ndonjëherë është bekim për ne, një hapje e një gjëje shumë më të bukur.